unë shon familjen time, që kur, ja e them publikisht, kur unë atyre nuk ju kam sugjeruar që shkoni me këtë apo me atë. Ju kam thënë, punsohoni vëlla, se mbetën gjithë pa punë. Punsohoni. Edhe normalisht që ata tashti partitë shqiptare në Maqedoni janë ente punësimi. Pikës pari janë ente punësimi. Pastaj shndrohen në drejtori ku jepen leje për ndërtime, ku të mundësohet të jesh biznismen, ku a dini ju çfarë ndodhi gjatë këtyre zgjedhjeve. Gjithë policia ishte angazhuar të shantazhoj, këtë e kam pa unë me sytë e mi në fshatin tim, s'flas për mensh, të shantazhoj njerëzit e Akis, që mos blejnë, me arsyetimin, ju kemi marrë vesh që do të bleni votat. E kështu ai i zgjedh. Shini, në Maqedoni, a dini pse humbi krahu i BDI-s i Zajazit? Se atje nuk humbi BDI-ja, po atje BDI-ja u nda në dy krah. Në krahun e Çairit, që e ndroi emrin, se gjithë filluan të kenë turp nga emri i BDI-s, e ndroi emrin edhe krahu i Zajazit, të quajt Aki. Edhe a dini pse i humbi? Edhe pse i humbi? Pse kryetari i BDI-s së Zajazit filloi të mendoj se ai është vazali i pazaventësueshëm. Zoti Ali Ahmeti. Po. Për ju ishte e prishme si rezultat? Po themi kjo ka ndodhur? Humbja e BDI-s së Zajazit, po themi. Po shini, kryeministri i Maqedonisë publikisht u lëvdue se ai do t'i çojmë pension. Pastaj unë kam informata që atje janë bërë gati ta nisin pjesën e dytë të konfliktit të 2001-shës dhe t'i eliminojnë gjithë njerëzit që e drejtuan 2001-shën. Edhe fizikisht? Jo, kështu, politikisht. Edhe këtë e ka të arrirën më të madhe kryeministri i sotshëm i Maqedonisë, edhe këtë e ka argumentin më të madh të Maqedonasit, edhe me këtë argument ai ka garantuar edhe zgjedhjet e ardhshme që do t'i fitoj. Sepse ai e çoi simbolikisht, e çoi në pension UÇK-n. E çoi në pension? E çoi në pension UÇK-n. Kështu tingëllon te Maqedonia. Kur faza e dytë, se kjo ishte e rëndësishme, ka një plan, thuni ju, keni ndëgjuar që ka një plan për eliminimin e pjesës mbetur të marrëveshjes orë. Edhe ata mande shkojnë edhe... Flitet për zgjedhje të parakoshme, ku do të shpallën, do t'jepet mbase goditja e fundit me një plan të mirë orkestruar, apo si është plani? Është edhe më e thellë se kaq. Ka qartë që Maqedonase, që janë antishqiptar. Shini, Maqedonia vuan nga një sëmundje, që e kam përsëritur edhe këtu disa herë, nga mendësia serbe politike. Maqedonia, sado që gjithë shqiptarët që vinë qeveri e kundërshtojnë këtë, Maqedonia veprohet politikisht sipas mendësisë maqedonase. Edhe e kontrollojnë qarqet biznesit politikës serbe. Absolutisht po. Edhe aty bëjnë pjesë edhe shqiptarë. Kanë bërë pjesë edhe në kohën e paravlenit, sepse BDI-ja e përkrahte Ballkanin e hapur. BDI-ja me të thoshte që kjo është gjëja më e mirë që mund të na ndodhë neve. Një nga akuzat e fundit ishte futja e Altabankës në Maqedoni, ku kishte flitë Abivleni ose krerët e Vlenit akuzojnë Ali Ahmetin për një aferë korruptive familjarëve të tij. Për këtë.